Zbulohet partnerja e Besmetës, kush është këngëtarja nga Shkupi që i mori zemrën djalit të Monikës. Monika Kryemadhi mbetet padyshim një nga personazhet më të komentuar të këtij viti, edhe pse të gjithë prisnin që ajo të tërhiqej pas gjithë turbulencave në politik dhe ndryshimeve në jetën e saj familjare. Monika bëri të kundërtën. Ajo po e zotron mjaft mirë rolin e opinionistes në Big Brother VIP, një rikthim që nuk pritej, por që po i funksionon mjaft mirë. Por për te ekranit, vëmendjen e madhe këto ditë e ka marrë edhe filmi i saj i parë, Me Fat, i cili sapo ka nisur rrugëtimin në kinema. Pikërisht gjatë një bisede Monika zbuloi detaje që i kishin shpëtuar publikut. Ajo tregoi se djali i saj, Besari, një djalë shumë i matur dhe i edukuar, po i qëndron larg mediave, ishte skeptik për rolin e saj në film. Por mbështetja kryesore për ta bindur atë ka ardhur pikërisht nga partnerja e tij, një artiste nga Shkupi. Edhe në intervista paraprake, Monika ka folur me superlativa për zgjedhjen e djalit, duke treguar se kjo lidhje ka afruar Besarin edhe më shumë me familjen. Por pyetja është, kush na qen ka kjo artiste që ka fituar zemrën e djalit dhe simpatinë e Monikës? E po përgatituni sepse emri i saj është i njohur për të gjithë. Është zbuluar se partnerja e Besarit është këngëtarja e njohur nga Shkupi, Kanita. Këngëtarja e cila njihet për zërin e saj potent dhe stilin mjaft diskret, është në një romancë shumë të shëndetshme me Besarin prej kohësh. Kanita ka arritur të krijojë një ur komunikimi mjaft të bukur edhe me familjen e partnerit, duke u bërë kështu pjesë e pandare tyre. Duket se Besari dhe Kanita janë padyshim një nga ato çiftet që vërtetojnë se dashuria mund të jetë shumë e fortë edhe kur jetohet larg zhurmës së panevojshme.